Kom pas një operacion. Një operacion në zemër, drejt për drejtë, ku mendoj jo në fe, po asë në shkencë, po më thëmë ka diçka mi njerëzimin. Jo më dalë për vetë vete, kom pa vetën në trupin tem të mba operacion. Gjithmonë thëmë që ka jetë dytë. Mos mendojnë që s'ka jetë dytë, ka jetë dytë. Pa marë parasysh, nuk ka ndodhë veç mu, i kom përcjellë shumë. Unë shë jetën që ndikon dikush, jena eksperimenti dikujna tjetër. Edhe tash do se dhe një jetë pak ma ndryshe për një barnë që do ta zbuloj në vetë vetën për sheqerin, për njerë që kanë izolin, që mundën me dalë për izolinë veç me një hapë që e merë. Edhe unë do me përdori pari që vetë vetën tani me ja preferu njerëzit a mundet me qena jo. Përshëndetje, unë të qumë Minir Fejza, jam mërgjimtar që 33 vjetë në Gjermani, ju përcjellë shumë, e keni një histori shumë që na neve, sidomos diasporës, na frizoni me këto historitë e juja. Shumë nashta këta kosovarët këto nuk ju ndjeken tutën kamerës, unë nuk i tutën kamerës. Se është jeta, është një histori. Unë gjithmonë thëmë, sfida e jetës ka luft, ka sakrifisë, po ka dhe betejat ndryshme, varet çka je. Për mu më ka ndodhur diçka në jetën time, si qytetar, po edhe si mërgjimtar. Edhe gjithmonë jam i ardhmes, jo i pasmes, se kur të mendoj mrapa, mendoj që me vetë vetën, me ideje me këto. Unë gjithëm i ardhmes, se jetojna një jetë krejt ndryshe në këtë sistem që bëjtojna artificial, ose si muna me shprese ka herë, po merret me fund në gjuhën gjermane, po është pak vështirësi të bisedojnë me juve, po është një jetë shumë ndërlikume për njerëzimin. Edhe po vjen dita shumë ma keqe për njerëzimin. Po do sot mendoj atë rrëfimin që ty të kalon, domethënë me kujtu, që ty domethënë i përball me atë histori që ke pasur. Na ndaj kjo. Veç në pika shkurta si bën. Kom pas një operacion. Një operacion në zemër, drejt për drejtë, ku mendoj jo në fe, po asë në shkencë, po më thëmë ka diçka mi njerëzimin. Jo më dalë për vetë vete, kom pa vetën në trupin tem të mba operacion. E aja jeta që më ka sfidu mas shumëti, gabimet e mija që i kom pa. Edhe ato gjithmonë thëmë që ka jetë dytë. Mos mendojnë që s'ka jetë dytë, ka jetë dytë. Pa marë parasysh, nuk ka ndodhë veç mu, i kom përcjellë shumë, dojmë tira në vende, shumë ka kësi njerë që i ka ndodhë. Më kanë pruhe këtë jetë dikush tjetër, po s'muna me shfaq me emën, ose me mbi emën në gjuhë fetare, apo shkencore. Po kom thonë, ka diçka mi njerëzimin. Jo mi bindë që ka diçka mi njerëzimin që të ofron këto sene. E ka që muna me thonë, a ka ma shumë... A tjetër po, këtu pak për shikuesit pak ma qartë, ky që unë domethënë ta unë kom shpëtu, më ka pru dikush në jetë. Po. Për çka? Në cilat domethënë ka qenë një operacion dikun 8 orë më ka zgjatë. 8 orë. Kam qenë edhe me psikolog, kur ja kom treguar historinë që ka qenë te mjeku, krejt e kam pranuar. Mas operacionit e kom thirrë shoqen që ka ndodhur, po s'kom mujt nuk se kom qenë ndikimin e kuptohet me narkozat. Me që shqitojnë Shqip këto që të pinë në shtape këtë arkoza, i thojnë edhe Shqip. Po, narkoza. E ato e kom ndiku e kom pytë që ka ndodhë. E në që ditë edhe mjekët. E kom një sistem të shumë tjetës dhëmshme, përsa ta po ta që me ju e me pas, po me treguet shumë detale zgjatë emisioni shumë, se kanë qef njerës për me bisedua, që është me ditë që ka është ke histori. Mendove pas kësa beteje që përfundoj jeta për ty? Pas një beteje të madhe që pata me të smundje? Unë e shë pak ndryshe jetën. Si e shë pak jetën? Unë e shë jetën që ndikon dikush, jena eksperimenti dikujna tjetër. Nuk e thëmë në bazë fetare, po në bazë shkencore. Po këto jo në dukuri, se në praktikë edhe në teori është ndryshme. A që është ajo? Ti mundesh me lexu në teori, po në praktikë. Mund ka ndodhë në praktikë, ja. Në praktikë. Ta shpedin që ju dalë edhe jeta artificiale që pëjtojnë tam, njerës që ndikojnë në sistemin e trurit, a që është ajo?
Unë shumë i kuptoj këto sene edhe ndikoj njerëzit që ngënjen, drejt për drejt e di që më thot dikush, ki po të ngënjen. Sikur senzorat e makines që e për alamin edhe une me në ranë tërhiqna pe ati personit. Edhe që s'ma thot vërtetën. Ka qenë ngërimi më i madh në jetën tënde? Jetën më rrëthimi më rëndësishën ka qenë të bashkëshorta që s'ja kum tregu bashkë ditën kur ku më bo operacion. Aja ka qenë edhe gjithë e vuj në shpirtin tim, se i kum thonë një ditë mas, e ju më lidhë me mjekun që më s'mi tregue se ka qenë një operacion ose vdekje ose jetë. E kjo ka qenë që ju më konë eksperiment edhe të mjekut, po edhe vete se kom qef gjithë me sfidu jetën në eksperiment. Edhe tash do se dhe një jetë pak ma ndryshe për një barnë që do ta zbuloj në vetë vetën për sheqerin, për njerë që kanë izolin, që mundën me dalë për izolin e veç me një hapë që e merë. E kena zbulu me do, se jam me do njerës që komunikoj atje, po farmacia ka efektin e vetë, që po kushton shumë shtrajt. Unë për veti me ata njerëz me 45 euro, që mundet me ndikuet e njeri u krejt ndryshe jetës. Që kam e qenë që kjo barna? Barna për njerëz. Kam e qenë 19 kapsula që mundesh me përdor, edhe unë do me përdor i pari që vetë vetën tani me ja preferu njerëzit a mundet me qenë ajo. Se edhe të Covid-i, e këna pas edhe të Covid-i një ilaq, që e kena përpunuar me një shqiptar në Zvicër, që i ban bimt, do me thonë e ka studiu e bimen tjashme, e drejt për drejti ai ma ka bo, ju më shku e të farmacisti e kena bo ata, edhe ata farmacist ku e gjithë e kitë recept, na i tregojnë si ka kretë shërimi mundesh me gjithë natyrë. Se jena thash eksperimenti dikuj tjetër. Ko jeti punu për këtë ilaq, për këtë që duke... Po jena që 5 vjetë, se 5 vjetë kom qef ato që e di e thamë, ato që se di e ta mësaj. Unë do më ja thamë njerëzë që mundesh me sfiduet gjithë ka një jetë, veç duhet me këqyrë. Se na ushqim sot artificiale njerëz, ato ndikon shumë të njerëzime edhe tash ti për kupton, farmacia ka jetën e vetë që i përfitoj njerëz në bazë ilaqeve, dikon 3.000 euro më kushton veç ilaqe për sheqer, kur muna me 45 me dalë për sheqeri krejt, edhe për izolimi. Po e presim këtë ilaq, të jetë shërus për njerë? Për njerës, pa tjetër, ato që atë thashën fillim, ato që e dje, thamë, ato që se dje, po do të sfeda jetën të ime. Në njofto pa tjetër? Kur del kjo ilaq, në njofto, se jemi kurios? Lypën Facebookun, miner Zhabari, mundesh me shumë në tone. Për krasni për ta njerëz që janë sukses shumë, edhe që zbulojnë, besa që kanë shumë prirje për shumë gjithçka. Unë gjithçka kom për njerëzimin, kom gjithçka të thëmë në radio ose në televizion, çka e dije. Po nga njëherë duhet edhe moderator të mirë, se unë e folin në për radio, jam aktiv edhe në televizione, jam shumë, ngjojnë shumë, ku marrë minjoje shumë, edhe gjithmonë veç këthëm njerëzimit, must e fënduj njënin tjetrin, e ka një mendim të vetin, edhe që bojnë debate, pa marrë parësish për partive politike, duhet me qenë pak si njeri, mos dalim për njerëzimit. Mesazhi juaj për fund për jetën? Për jetën, i thëmë, dune jetën, merrni ato çka duhet, edhe kënaqni veten me jetën tënde që e kije. Luftoni kur mos u dorëzoni. Pa marrë parasysh që keni smundje, ato kur mos e dorëzoni. Çdo sen mundet me kon pozitive për ty, nëse e men në pozitivisht për veten. Për kënaqësie, për këtë histori, për të rrëfime të jetës që ndajte, të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit edhe për juve që ma dhat këtë hapësirë, kënaqësie, që ju ndjeku shumë, e keni një emision shumë të mirë, se shumë mërgjimtar që i jep një hapësirë, sidomos që na që vini për jashtë i jep një shumë hapësirë për me folë. Gazetarit a keni çka në fund me thonë? Gazetarëve? Gazetarit mu? Për ty, të falenderoj shumë, ka ke një gazetar shumë i shkëlqyshëm, po dishe me pyet, se kam provoj në gazetarisë, me njerëz gazetare, po shumë do të qesim munohen me qitë pej vetë vete, po nuk duhet ashtu, duhet me pyet çka duhet, se edhe gazetaria ka një farë shkollimi ose etike, se s'duhet me folë çka duhet, edhe na që jena si ndëgjues, s'bën me folë diçka pa lidhje, s'duhet me rrëfy ato që e din, ato që të kanë ndodhur, se i vjen njerëzimi për jetë. Vazhdo ta përcjellësh, ti je ndjekësi jon, të uroj më të mirat. Faleminderit për juve, faleminderit për juve.